Ndotja e detit merr për masa masive. Nga Jonufra në drejtim të Radhimës, këtë të shtunë deti kishte ndryshuar ngjyrën në një sipërfaqe të konsiderueshme të tij, dhe gjithçka është rrjedhoje punimeve të pakujdesshme që po realizohen nga firma e ndërtimit, që po zbaton projektin e Lungomare 3. Bizneset e zonës e shikojnë gjithçka si një masakër mjedisore, por edhe shkatrim të aktiviteteve të tyre dhe prishje të sezonit turistik të këtij viti. Këto pamje që shihni flasin vetë, dhe a mund të bëhet dot plazh në këtë mjedis? Ky është një këndvështrim tjetër i ndotjes masive. Dhe sapo drejtuesi i mjetit të rënd evidentoi që po filmohej, u tërojsh nga gërmimi dhe ndotja e detit. Ndotja e shkaktuar nga mbushja e detit me inerte është shumë e madhe në këtë zonë. Llumi është përndar dhe më shumë për shkak edhe të erës së fortë bregdetare që ka përfshirë qytetin e Vlorës. Ndotja është evidentuar në të gjithë vijën bregdetare nga Jonufra në drejtim të Radhimës, ndërsa biznesi kërkon që firma që po zbaton projektin Lungomare 3 t'i thot stop ndotjes së detit pasi do të dëmtojë sezonin e pritshëm turistik, kështu si e ka nisur.